Gjon Shkami, xhaxhai Elvis Shkamit, autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë. Ai ndodhet i izoluar në Qeliç prej tetorit të vitit kaluar. Seanca ndaj Shkambit do të mbahet në datën 8 prill, ku këtë kërkesë do ta shurtojë në apel gjyqtari Tauland Banushi. Në 6 tetorin e 2025-s, gjyqtari Astrid Kalaja u çellua me armë në sallën e gjyqit nga Elvis Shkambi, ku mbeten plagosur edhe babe bir nga pala kundërshtare, Ragip Dervis Kurti. Gjon Shkambi pretendon se nuk ka patur dieni për veprimet e nipit të tij që qellojnë ndaj gjyqtarit Kalaja, sapo ky i fundit lexoi vendimin kundër kërkesës së tij lidhur me një konflikt pronësie. Elvis Shkambi bashkë me xhaxhain e tij Gjonin po prisin një vendim mes të shumtëve në sagën e proceseve gjyqësore, sa i takon konflikti që kishin me 31 familje për çështje pronësie. Familja Shkambi kishte përfituar një pronë si ish pronar në vitet 90, por strehimi i 31 familjeve në të njëjtën godinë nisi konfliktin gjyqësor që zgjat prej 3 dekadash. Elvis dhe Gjon Shkambi u arrestuan menjëherë pasi Elvis Shkambi qelloi ndaj gjyqtarit Kalaja. Ato u kapen në mjediset e gjykatës së Tiranës.